Thirrje së kryqit të kuq shqiptar për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik janë përgjigjur sot me qindra qytetarë të Tiranës. Është hera parë që dhuroni gjak? Po. Hera e parë. Po. Kishe frikë? Pak, po miku. Kushdo që ka mundësi, ti ndihmoj fëmijët, pasi është diçka e bukur edhe. Është hera e tretë që e dhuroj gjak, edhe është një gjë shumë pozitive. Dhe unë sensibilizoj të gjithë personat që janë të jashtë që të bëjnë këtë lloj shërbese. Probleme me shëndetin? Fare, asnjë gjë. Skerdelajt Faria është një ndër shqiptarët e njohur në Itali, ku punon për vitesh si mjek anestezist. Krahas profesionit, ai është edhe një aktivist i njohur në sensibilizimin e qytetarëve për të dhuruar gjak, duke ofruar falas dhe ambientet e klinikës së tij që ka në Tiranë. Ka 15 vjet që dhuroj gjakun personalisht. E dhuroj në Roma ku jetoj, e dhuroj edhe në Shqipëri sa herë që jam këtu sipas mundësive edhe kohës time. Ja vura detyrë vetes që të dhuroj gjak gjithmonë më shumë edhe unë personalisht, për të nxjerrë edhe persona të tjerë, sepse gjaku im apo i atyre vullnetarëve që japin prej vitesh në Shqipëri në heshtje, të themi, nuk mjafton sot. Duhen sensibilizuar shumë njerëz të tjerë që të mbulojnë nevojat për gjak. Është një nisëm që neve po e bëjmë rregullisht muaj për muaj, edhe 2 herë në muaj, sot është mbushur plot klinika. Në ditën ndërkombëtare kundër talasemisë, një mesazh zemre kanë dhënë dhe të rinjtë e Forumit Demokrat. Sot me nevojat që kanë këta fëmijë, vetëm rreth 25% e gjakut mund të sigurohet në mënyrë vullnetare dhe 75% e gjakut është shumë e vështirë për të gjendur. Ndaj të rinjtë e Forumit Rinor janë në krye jo vetëm të aksioneve politike, por dhe në krye të aksioneve vullnetare, i bëj thirrje gjithë të rinjve, vajzave dhe djemve, jo vetëm Tiranë, por kudo ndodhen, të dhurojnë gjak në mënyrë vullnetare për të gjendur sa më pranë këtyre fëmijëve të cilët kanë sot më shumë se kurrë nevojën tonë. Në ndihmë të fëmijëve të smur me talasemi, dhuruan gjak dhe aktivistë të kishës Ringjallja. Duke filluar nga viti 2007, kemi ngritur një shërbes për fëmijët me sëmundje gjaku, jo thjesht fëmijët talasemik, por gjithë fëmijët që kanë probleme me sëmundjet e gjakut. Edhe nga ajo periudhë deri sot çdo vit jemi bërë pjesë e dhurimit të gjakut. Aktivitetet e ngjashme në Tiranë u organizuan dhe nga aktivistë të shoqërisë civile, me mbështetjen edhe të Bashkisë Tiranë. Po çfarë është talasemia dhe si mund të parandalohet apo kurohet ajo? Talasemia nuk është një, por disa sëmundje trashëgimtare të gjakut, që shkaktohet nga një defekt gjenetik i sintezës së hemoglobinës. Asnjë fëmijë i lindur nuk është i mbrojtur nga sëmundja e talasemisë, nëse prindrit që e sjellin në jetë janë bartës së saj. Një pakujdesi apo neglizhencë që tregon nëna gjatë shtatzanisë, duke mos u nënshtruar analizave të gjakut, bën që sëmundja të trashëgohet tek fëmia i saj. Në Shqipëri ky gabim është bërë në më shumë se 600 raste dhe për këtë arsye sot kemi 600 fëmijë talasemik që kanë nevojë jetike për transfuzion të rruazave të kuqe të gjakut, një herë në 10 ditë, pasi në të kundërt jeta e tyre vihet në rrezik. Në total numërohen 7000 dhurues në vit, që arrin të mbulojnë 25% të nevojave për gjak që kanë fëmijët talasemik. Nevojat për gjak të Maqedonisë mbulohen 100% me dhurime vullnetare. Në Kosovë mbulojmë me 65%, në Shqipëri jemi tek 25-26%. Pra, situata është vërtet e rëndë. Shërimi i smundjes së talasemisë është i mundur nëpërmjet transplantit të palcës së shtyllës kurrizore, por është e domosdoshme që të gjendet një dhurues i të njëjtit grup me të smurin në mënyrë që të evitohet papajtueshmëria.